Zoti Islami, si e lexoni operacionin e fundit të SPAK-ut, i cili arrestoi disa biznesmen, avokat, dy punonjës policie, duke goditur një grup të fuqishëm të trafikut ndërkombëtar të drogës, por nga ana tjetër nuk pam emra zyrtarësh të shtetit të fuqishëm apo emra politikanësh, ndërkohë që duhet të dyshojmë, po themi pra të ngrem dyshimet se ky rrjet i trafikut të drogës është zhvilluar në hundën e zyrtarëve të shtetit dhe të politikanëve, duke qenë se padyshim droga ka kaluar përmes portit, qoftë në vendet fqinje, por edhe në Shqipëri. Ju si mendoni pse SPAK nuk ka bërë të ditur emra politikanësh dhe a mendoni se mund të ketë emra politikanësh që janë të përfshirë në këtë rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës? Pak më parë, pikërisht kësaj pyetje ju jam përgjigjur kur ju thash që kartelet e drogës drejtohen nga kryeministri, nga ministri i brendshëm, nga strukturat të veçanta të policisë shtetit, se nuk janë të policisë shtetit ashtu. Po policia i shkreti shikon trafikantin dhe nuk guxon të flasë sepse i ikën koka. Sepse trafikantët kanë mbështetje të plot absolute të politika. Arrestimet që janë bërë, zotëri, janë bërë edhe aq sa i bën se u detyruan nga shteti italian dhe nga policia italiane. Se po që për Dumanit me shok këtu, asnjë nuk do arrestohej. Dhe ne presim që të arrestohen krerët e vërtet të drogës të Shqipërisë, të karteleve të drogës. Dhe krerët janë në dy partitë politike të mëdha, PDPS baras PPS. Sipas dosjes së SPAK-ut që ka dalë nga ky operacion, theksohet se droga është transportuar edhe me valixhe nga persona që kanë pasur pasaport diplomatike në vendet e Amerikës së Jugut. Në këtë rast, për të vijuar që nga pyetja e parë, çfarë do të thotë kjo pjesë e dosjes? Pra, a tregon lidhjen me politikën apo është rast i veçuar? Absolutisht po, ka përgjigjen brenda kjo pyetje. Zotri, nuk mund të bëhet asnjë e këtë qartë që nuk lëviz një çime kokë, nuk del dot jashtë kufive, pa kontrolle policisë shtetit, pa miratimin e tyre. Janë ata zotri që bëjnë të tëra këto, nuk kemi unë e ti. Janë ata që e organizojnë dhe e drejtojnë dhe mbështesin kontrollin dhe trafikun e narkotikëve. Nuk mund të bëhet ndryshe. Kush e jep pasaportën diplomatike, zotëri, nga dhe? Dhe kush janë këta persona që kanë garanci që sa të marrin pasaportë diplomatike për të lëvizur lirshëm? Pra janë ata persona, ata zyrtarë të shtetit të mesëm apo të lartë, që lëvizin me çantë diplomatike, me pasaportë diplomatike, pa kontroll natyrisht, dhe bëjnë trafikun e drogës. Se këta që pinë drogë të ku e gjenë, që s'u kam thënë mua, unë për një pyetje policisë shtetit, ku e gjenë drogën këta që marrin heroin ditë për ditë dhe që qarkullon? Pa ta thonë nga hynë. Se pa kontrollin e policisë nuk hynë do t'një midhë në Shqipëri. Jo, janë segmentet e policisë shtetit të orientuar dhe të mbrojtura nga ministri i brendshëm dhe nga kryeministri që bëjnë trafikun e drogës në Shqipëri. Kjo është taksative, është e pa kontestueshme. Ndaj dhe departamenti amerikan i drejtësisë ka dëguar njëri zyrtarin e vet, ndaj dhe DEA amerikane ka zbritur këtu dhe po merr situatën dorë, ndaj dhe zgjedhjet padyshim që nuk njihen, nuk u njohin edhe nuk do njihen, nuk quhen këto zgjedhje, dhe ndërkohë pritet pres një orë parë që të marrë pushtetin qeveria teknike që është ngritur sot e 20 ditë më parë. Zoti Islami, po sipas dosjes së SPAK-ut theksohet se janë dërguar para të nxjerra nga trafiku i drogës në Shqipëri përmes autobusëve, shuma që nisin nga qindra mijëra euro deri në miliona euro. A mendoni se kjo është skema përmes së cilës dërgohen para nga jashtë për t'u sjellë në Shqipëri dhe që më pas pastrohen në industrinë e ndërtimit në Tiranë? Absolutisht po, e besoj. E besoj sepse autobusët nuk i kontrollon njeri. As qytetarët në përgjepa nuk i kontrollon njeri. Edhe kur kontrollojnë valizet atje, policët e doganës ose doganierët, shikojnë ku të gjejnë ndonjë mall kontraband që të këpusin ndonjë rushpet nga tregtari apo nga
shoferi, por nuk e bëjnë punën për të zbuluar çfarë ndodh, sepse dhe çfarë transportohet. Lekët nuk kanë aromë, lekët nuk kanë erë, lekët qihen shumë kollaj. Pra të kontrollojnë çantat, një për një. Ta bëjnë, duke qenë se ne kemi këtë situatë që nëpërmjet autobusëve po vijnë miliona euro të pa deklaruara, atëherë duhet të kontrollojmë njerëzit që hyjnë e dalin. Zoti Islami, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro e ka konsideruar mafjen shqiptare si një ndër mafjet më të rrezikshme e cila sipas tij po tenton t'i sabotojë edhe zgjedhjet në vendin e tij. Ju si mendoni, sa e rrezikshme dhe sa e fortë është mafja shqiptare që ka shkuar deri në këtë pikë, sa rrezikon sipas tij të sabotojë zgjedhjet dhe të krijojë destabilitet në Venezuelë? Shiko, ka shumë të drejtë. Mafja shqiptare kur arrin dhe përcakton ministrat dhe oficerë dhe gjyqtarë dhe prokurorët i përcakton mafja në Shqipëri, i urdhëron mafja se kush do vihet drejtore, kush do vihet nëndrejtore, kush do vihet prokurore, kush do vihet gjykatës. Në Shqipëri këta i komandon mafja. Dhe prandaj dhe drejtësia është në këtë ditallit, dhe prandaj dhe ai Nicolas Maduro ka shumë të drejtë dhe shumë e vërtetë ai këto ai. Mafja shqiptare është më e rrezikshme sot në botë. Si mendoni, cilat janë ato dosje të nxehta të viteve të fundit që SPAK duhet të marrë në dorë për t'i çuar përpara dhe për të vendosur para drejtësisë zyrtar dhe politikanë të niveleve të larta që janë të korruptuar, por nga ana tjetër edhe grupet kriminale që duhet të luftojë? Janë vrasjet që janë bërë në kufi në 92-shin, në 90, 91, 92, piramidat, parat e piramidave, mirë them, janë krime që janë të pasbuluar akoma dhe sot e kësaj dite që janë vrarë qytetarë shqiptarë ose aktivistë për lëvizjen të luftës të UÇK-s, siç ishte Remzi Hoxha, janë vrasjet e 21 janarit, janë vrasjet e Gërdecit, që dele dhe Kapardiset ish qef i shtabit përgjithshëm të ushtrisë që se zë njeri në goja ato, që është përgjegjësi kryesore për Gërdecin. Pastaj vjen Fatmir Mediu që ishte udhëheqësi politik dhe patjetër që ka përgjegjësinë numër 1 aty. Janë një sër dosjesh të nxehta të cilat SPAK-u nuk guxon t'i prek me dorë sepse është kupola e krimit në drejtimin e shtetit shqiptar. Dhe kjo kupol krimi ka vetëm një emër: Sali Ram Berisha. Si e parashiko... Dhe të lutem, dhe se ta Sali Ram do më thënë Rama, Salihu, Idi Rama dhe Sali Berisha janë përgjegjësit kryesor të kësaj situate. Prandaj dhe SPAK-u nuk guxon të lëviz, prandaj dhe SPAK-u nuk guxon të zbatoj ligjin. Për vetë për mendimin tim ka shumë gabim sepse do vi ora që japin llogari për moskëryerjen e detyrës. Se ligji të kap, ndash për moskëryerjen, ndash për kryer për shkeljet e ligjit.